merimangat, për çfarë duhet kemi kujdes? Cilat janë shenjat në trup që na tregojnë që ndoshta kemi të bëjmë me një kafshim nga merimanga. Dhe merimanga kafshon. Dhe merimanga kafshon, po. Kemi, dhe me thënë, merimangën e kuqe, që është më prezente. Në momentin e kafshimit ndihet një dhimbje lokale, dhimbje fort lokale, dhe mund të iradohet në drejtim të zonës të kafshimit. Një dhimbje që, për shembull, nëse ndodh kafshimi në zonën e dorës, dhimbja iradohet në pjesën e sipërme të krahut. Pastaj, me kalimin e ditëve, mund të shfaqen dëmtimet lokale të indeve që janë prezente në rastin e merimangës së kuqe, që mund të shoqërohet me një skuqje, me një... Merimanga kuqe është vejusha e zezë? Jo, vejusha e zezë... Është tjetër, qartë, mirë? është tjetër. Vejusha e zezë nuk është merimangë që është e vendit, por ka ardhur nga jashtë, është importuar, por është një specie e rrezikshme dhe problematikat që mund të japi helmi i merimangës, i vejushës së zezë, janë jetë kërcënuese. Do të thënë, kafshimet nga merimanga e zezë janë urgjencë madhore mjekësore. Duhet sepse preken parametrat vital dhe personi duhet paraqitet në spital. Urojmë shumë mos na ndodh, urojmë shumë.